Për Ministrin e Arsimit Lindita Nikolla, mësuesit janë bartës të filozofisë së jetës. E për këtë vlerë të çmuar të tyre në ditën e shënuar, meritojnë më shumë se një urim, një dedikim. Figura e mësuesit për Ministrin Nikolla është as më pak as më shumë se personazhi mbreslënës i profesor Keating në filmin Shoqëria e poetëve të vdekur. Është pikërisht një kapiten, për çdo nxënës kapiteni im. Në çdo moshë, në çdo kohë, të gjithë kemi nevojë ndoshta pa e kuptuar, për një udhërrëfyes që të na tregojë rrugën gjithë drejta e malore, pa na shtyr, pa na detyruar, pa na dhunuar, pa na kritikuar për çdo gjë që bëjmë apo lënë të lirë në lajkat e përkdelit, pa na sugjeruar klishe të gatshme, por vetëm duke na ndriçuar e inkurajuar në zgjedhjet tona, shkruan ministra Nikolla. Veçanërisht në një ditë simbol si kjo, as Lindita Nikolla, sot ministre, nuk i shpëton dot pelerinës së nostalgjisë për 16 vitet e kaluara në petkun e udhërrëfyeses. Për të, personazhi Robin Williams do të na e kujtojë gjithmonë borxhin që kemi ndaj mësuesve. Ej, kapiteni im, ti na mësoje se fjalët dhe idetë mund të ndryshojnë botën. Ti na rikujtove që në këtë ditë të shenjtë të 7 marsit, të reflektojmë shumë për heronjtë e heshtur të dashurisë sonë fëminore, për udhërrëfyesit e jetës tonë, për bartësit e filozofisë së jetës, mësuesit. Gëzuar 7 marsin, përfundon dedikimin e saj për mësuesit ministre Nikolla. Jam pra jemi kthyer në studio. Mendojmë se gjithmonë për 7 marsin u japim vëmendje shumë të madhe mësuesve, por mbi supet e tyre ne kemi vënë të ardhmen e fëmijëve tanë. Ardhmja e një kombi përcaktohet gjithmonë nga pasioni, përgatitja, mënyra se si e japin mësimin dhe çfarë marrëdhënie krijojnë pikërisht mësuesit. A e ndjeni që vjen në qendër vëmendjes vetëm ditën kur është 7 marsi, apo pothuajse se më duket se gjatë ditëve të tjera të vitit gjithmonë jeni të ngarkuar me urdhresa, me kontrolle, me problematika nga më të ndryshmet, më duket se vetëm ditën e 7 marsit arrini që të merrni emocionet veçanta. Unë do të thosha që emocionet janë të përditshme. Do të thoni ju pse janë emocionet të përditshme. Unë mbuloj ciklin fillor dhe jam mësuese e ciklit fillor. Dhe emocionet që sjellin fëmijët e vegjël nuk mund ta imagjinosh domethënë. Ata që në mëngjes do të vinë të të përqafojnë, të të puthin, do të thonë mirëmëngjes dhe të falin shumë dashuri. Dhe ti me të njëjtën rresto je detyruar do apo s'do do t'ja kthesh. Sepse sytë e çiltër të fëmijëve, ato buzët që buzëqeshin dhe gjithçka e kërkojnë nga ty, kështu që detyrimisht ti atë emocion, atë ndjenjë do ta japësh patjetër. Dhe unë them që këtë emocion ne e marrim për ditë nga këta fëmijë. Dhe atë ditën e 7 marsit, ne mbushemi me një emocion akoma më të papar. Do thuash ti, ata vrapojnë, ata ashtu të vegjël vrapojnë drejt teje me tufat me lule, kush e kush të t'i dhuroj më përpara të tufë me lule, kush të përqafoj më përpara. Ti të kishe një krah të madh që ti përqafoje të gjithë dhe ata futeshin në gjirin tënd. Pra emocionet tona janë shumë të mëdha. Dhe unë do të thosha që doja, se u dëgjova dhe emisionin më para për Universitetin e Gjirokastrës, që duhet të bëni diçka për këta mësuesit e rinj, sepse do të thotë shumë. Pse do të thotë shumë? Që nuk e pse i mbyllni këto shkolla, sepse janë ata që do edukojnë këta brezat e rinj. Pra janë ata që do falin dashuri, do falin emocion, do mësojnë fëmijët tanë në të ardhmen. Prandaj duhet bërë diçka dhe duhet të bashkohen të gjithë për të vendosur diçka për këto shkolla. Sepse unë them themeli i gjithçkaje është arsimi, është mësuesi. Prandaj duhet të mësojnë pak më fort tek arsimi fillor, domethënë tek arsimi tek përgatitja e mësuesve, kryesisht për arsimin fillor. Unë do të them që shteti duhet ndërhyjë më shumë, pse do të ndërhyjë? Pra t'japim prioritet, se ndoshta ai mësuesi thotë nuk kam një treg pune, nuk kam siguri ku të punoj, ndoshta nuk kam një të ardhmen më të sigurt. Pra duke i siguruar të gjitha këto kushte, unë them që dhe mësuesi duke falur gjithë këto emocione dhe duke marrë gjithë këtë dashuri, do të thosha që të gjithë do kërkojnë, të gjithë do kërkojnë që të shkojnë të marrin profesionin e mësuesve. Jo ata studentët që mbarojnë me 5 dhe 6, por të shkojnë ata studentët që mbarojnë dhe me 9 dhe me 10.
sepse themeli është arsimi. Kjo është shumë e vërtet, ne jo pa qëllim e trajtuam prioritetet që duhet të ketë Universiteti e Qerem Çabej dhe kriza që ai po kalon, por kryesisht hodhëm edhe si çështje fakultetet e mësuesisë, mbështetjen që duhet i japi shteti. Jo vetëm që garanton të ardhmen e një vendi, por mbi të gjitha përgatitet dhe qytetarët e nesërm. Dikur Napoleon Bonaparte thoshte çfarëdo lloj gjëje që mund të bëjë një qeveri dhe investimet më të mëdha, qoftë se popullin e lënë në nivelin e turmës, turma brenda një dite mund të shëmbi gjithçka. Nëse ne përgatisim qytetarët, atëherë çdo investim që bëhet në infrastrukturë, në gjithçka tjetër, një qytetar ditë ta mbroj. Pra ju jo vetëm thjesht i mësoni të bëhen profesionistët e nesërm, po ju keni një përgjegjësi të madhe sepse mësoni qytetarët e nesërm. Prandaj them që keni një mision shumë fisnik dhe nuk flitet vetëm ditën e 7 marsit për ju. Jo, absolutisht. Një duar trokitje për gjithë mësuesit që kemi ftuar në studio që kemi shumë të mirë. Me qenë se jemi te shkolla e Kongresi Manastirit, më thanë që kam një nxënëse këtu që do më recitoj një vjerë shumë të bukur? Nuk kishte ndodhur se ndryshe duhet ishte patjetër me uniformën e shkollës, po më kanë thënë që edhe drejtoresha e ka sikush që meqense nuk ka bluzën si ju, fustanin gjithmonë e merr me ngjyrën e uniformës. Kështu na vjen në studio. Gati. 7 marsi. Dy festat të bukura të prindërve të mi, njëra në shkollë e tjetra në shtëpi, njëra mësueses, tjetra e nënës, të dyja shkëlqejnë si drita e hënës, 7 marsi në shkollë, 8 marsi në shtëpi, të dyja i çmojnë, festat ju uroj. Bravo. Shumë bukur. Ne në këto momente do të shkojmë pak në qytetin e Korçës, se si janë takuar brezat dhe se si qyteti Korçës shfaq të gjithë respektin për mësuesit e vjetër që edukuan breza e breza të tërë, inxhinierësh, mësuesish, fizikantësh, politikanësh, pra ata të cilët i vunë shpatullat këtij vendi për të ngritur elitën e re të këtij vendi që udhëheq sot. Ne do të marrim emocion nga qyteti Korçës dhe do të rikthehemi sërish në studio. Ashtu si është bërë traditë, Bashkia e Korçës në ditën e mësuesit ka organizuar një pritje për mësuesit më të vjetër të qytetit të Korçës, të cilët kanë përcjell breza të tërë, duke hedhur themelet e dijes. Kryetari i bashkisë Sotira Shfilo, duke shprehur mirënjohjen dhe respektin për punën e tyre të palodhur, tha se janë mësuesit, ata të cilët përgatisin brezat e rinj, që sot japin kontributin e tyre në mbar vendin. Me këtë aktivitet ne synojmë të shprehim mirënjohjen jo vetëm të bashkisë, por të gjithë qytetit, gjithë shoqërisë për kontributin, për përkushtimin, për pasionin me të cilën ju keni punuar, keni edukuar breza dhe gjenerata të gjitha nxënësish, të cilët pastaj janë kthyer në profesionistë të fushave të ndryshme duke dhënë kontributin e tyre për përparimin, për progresin e qytetit dhe të gjithë vendit. Unë ju uroj me zemër suksese në punën e tyre për zhvillimin e shoqërisë shqiptare dhe për të mirën dhe të ndashme. Në fakt për rëndësinë që ka fjala mësues, unë do të citoj disa fjalë jo të mijat, po të një nxënësit tim që më shkruante: mësuese, ti je krenare për atë çka ke bërë për ne. Dikur, me një fshat pasi kish kaluar revolucioni, Napoleon i Madh kaloi dhe i pyeti: çfarë kërkonin tash e tutje prej ti? Dhe një burr i mençur i atij fshati ju përgjigj: ju lutem, mos na prekni njeriun e Zotit, mos na prekni xhandarin, mos na prekni mësuesin. Pra, kaq e rëndësishme është fjala mësues për të gjithë ne. Aktiviteti ka vjuar me trokitje gotash dhe urime të përzemërta për një jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Ja, pra jemi kthyer në studio, një traditë shumë e bukur kjo e vlerësimit të mësuesve të vjetër, takimi i brezave. Thjesht bëhet Anil për të vlerësuar për mirënjohjen. Për mirënjohjen tonë. Dhe në takimin tonë të brezave në fakt ishte interesante sepse kishim ish drejtues që kanë rreth 20 vite që kanë dalë në pension të shkollës tonë. Kishim mësuesit aktual,
kishim fëmijë të mësuesve aktual që janë mësues, dhe më thënë që kanë trashëguar dhe janë mësues po aty, në zonën tonë, dhe ishte shumë interesante. Kishim dhe nxënësit aktual të shkollës. Edhe unë mendoj që disa nga nxënësit tanë shprehën dhe aty në takim dëshirën e vetë që duan të bëhen mësues. Dhe në fakt, detyra jonë është e këshillimi i karrierës së këtyre fëmijëve. Është detyrë e drejtorive të shkollave nëntëvjeçare për të këshilluar fëmijët për të vazhduar shkolla pedagogjike dhe detyrë e mësuesve të gjimnazit dhe drejtorëve të gjimnazit për të këshilluar gjimnazistët, maturantët, meqense tani është koha që plotësohet formulari për lëndët me zgjedhje dhe për preferencat e tyre për të vazhduar shkollën e lartë, që ky formular të ketë shumë deg të mësuesisë. Edhe është ajo që tha zonja pak më përpara, në degët e mësuesisë duhet shkojnë elita nxënësish, për mendimin tim. Elita, kemi nevojë për mësues dhe pedagog shumë të mirë që të vazhdohet. Zushanila, duhet t'ju bëj një pyetje. Di që jemi në periudhë reformash. Po diskutohet ketë ndryshime dhe në ligjin e arsimit para universitar, ka shumë gjëra që lidhen me ndryshimet që do të ketë arsim para universitar. Shpesh jepen këto projekt ligje ose ndryshime edhe në diskutime në shkolla. A merrni mendime të mësuesve të vjetër, ndoshta për t'ju ndihmuar që si t'i zbërtheni, çfarë duhet të mos ndryshojë, çfarë duhet të ndryshojë, sepse besoj që sado i Zoti duhet jetë një mësues, po eksperienca ka një vlerë të paçmuar. Në fakt ne kemi bërë shpesh, të themi tryeza turmullakta, apo diskutime. Edhe profesori këtu, mësuesja, 2-3 mësues të tjerë që na kanë dalë dhe ata tani sa afërmi, sepse tek shkolla jonë bizotron një brez në fakt që rreth 2 vite duan të dalin në pension, që janë shumë të nderuar që të gjithë, dhe kanë shprehur në fakt mendimet e tyre. Por e keqja qëndron në faktin që projekt ligjet nuk zbresi në bazë për të diskutuar. Domethënë duhet të zbresi në bazë, të diskutohet, të merret mendimi bazës dhe më pas të kalohet ky projekt ligj në parlament për të vendosur. Kjo do të ishte ideale. Vetëm për të thënë një gjë në fakt që baza gjithmonë pyetet për tekstet, pyetet për kurrikulën. Por në fund të fundit janë specialistët pastaj ata që vendosin. Nëse do të ishte baza, atëherë gjërat do të shkonin shumë herë më mirë. Nëse mendimi i bazës do të merret në konsiderat fuqishëm, sepse jo se nuk merret, por do të merresh fuqishëm, atëherë çdo gjë do të shkonte shumë herë më mirë, sepse qoftë për tekstet, sepse janë ata që i aplikojnë në mësimdhënien e tyre, qoftë për pjesën e kurrikulës që vërtet është e domosdoshme apo jo për këtë grup mosh etj. Pra, nëse baza do të merresh fuqishëm, zëri i saj në konsiderat, gjërat do të shkonin shumë mirë. Ne krijojmë padyshim tryeza të rrumbullakta, mësuesit e japin zërin e tyre, mendimin e tyre japin kudo, po pikpyetja e madhe ngelet te specialistët më pas. Që më fal se desha të shtoja që për fatin ndoshta ton të keq nuk kanë punuar një pjesë të konsiderueshme në arsimin para universitar. Mund të jenë pedagog shumë të nderuar me një përvojë profesor të nderuar, me një bagazh akademik shumë të pasur, por ama nuk njohin bazën para universitarin. Ne po shkojmë vërtet drejt një shkolle e cila do të përgatisi qytetarët e nesërm europian. Por ashtu sikurse çdo shkollë apo çdo filozofi drejtimi në vendet e Europës bazohet në kontekstin real. Dhe ne kemi si thua traditën, sepse asgjë nuk ngrihet pa traditën, dhe besoj se tradita në arsimin shqiptar është krijuar edhe nga mësuesit që tashmë po i vjen koha, kanë dalë në pension, do dalin në pension, dhe prandaj ndoshta për ndryshimet që duhet ndodhin në arsim, prandaj ishte gjë shumë e mirë që të gërshetoheshin brezat për të marrë mendimet. Dhe meqense ju e patët prioritet, prandaj dhe ju... Ne kishim vërtet prioritet, na kaloi vërtet shumë mirë. Zotrin dhe zonjat që kishim ftuar u kënaqën pa mas, por dhe ne u kënaqëm shumë. U kishim përgatitur nga një kartolinë individuale, gjithë secilit, duke u shprehur mirënjohjen. Fëmijët tanë ja u lexuan gjithë secilit prej tyre, të ftuarve domethënë. U dhuruan nga një lule simbolike, vërtet ishin emocione. Edhe në shkollën tonë, se dhe unë e kisha merak, edhe unë doja ta falenderoja drejtorin e shkollës, sepse varet nga drejtuesi, mendoj unë, varet edhe performimi. Pastaj nëse drejtuesi është një njeri me nivel, ai arrin që ta vlerësoj punën e tjerëve. Nëse ai nuk mundet, nuk është, domethënë nuk arrin që të bëjë këto vlerësime.
dhe ai u ka bërë një super vlerësim 2 mësuesve. Jo për mes duratave dhe këto se janë gjëra që harrohen, por edhe këtë festë e bëm të filmuar për në nder të atyre mësuesve. Bëri maksimumin që të merrnin kënaqësinë dhe të merrnin dhe kujtimin me vete. Njëkohësisht edhe shkollat kishte kujtimin e tyre. Në filozofin, po, në filozofin ton, ose më saktë në kulturën ton popullore, por edhe të vendeve të tjera, rezulton nga studimet që ne në pjesën më të madhe vëm gishtin të gabimet, qoftë të nxënësve, por qoftë edhe të mësuesve. Nisim zakonisht me gabimin. Ndërkohë që në psikologjinë e edukimit thuhet që qoftë për një nxënës apo për një mësues duhet thënë me zë të lartë vlera që ai ka, sepse bëhet i vetëdijshëm për ato që ka dhe i jep më të mirën e mundshme. Ne për këtë do të diskutojmë që u japim nxënësve, i vlerësojmë. Po përveç festës, a ka ndonjë vlerësim tjetër që bëhet për mësuesit? Ne do të shkojmë qytetin e Gjirokastrit dhe pastaj do t'i jap fjalën mësuese Suzanës që kam këtu. Të shikojmë se çfarë organizimesh dhe emocionesh na vijnë nga qyteti i Gjirokastrës. Lule për qafime është titulluar koncerti festiv i organizuar në kuadër të aktiviteteve Një javë për ju është pak, ne ju falenderojmë një jetë, iniciuar nga Drejtoria Arsimore Rajonale Gjirokastër. Për 18 mësues, pensionis dhe në prag pensioni, janë shpërndar nga Drejtoria Arsimore certifikata mirënjohje me motivacionin për kontribut të çmuar një jetë në mësimdhënie. Këtë vit kemi vendosur që të shpërndajmë certifikata mirënjohje për të gjitha ata mësues që largohen nga armata e mësuesve që hynë çdo ditë në orët e mësimit dhe që japin mësim në fëmijët tanë. Do të më lejoni ta filloj me një mësues nga i cilit kam ndjeshmëritë e mia personale, kam pasur mësuesin tim, e dua shumë, ka pasur një ndikim shumë të madh në formimin tim, po ndërkohë ishte fati im që të firmosja daljen e tij në pension. I nderuar profesor Zemante. Kjo Lule ju takon të gjithëve mësuesve tuaj. Që të gjithë juve merreni me edukimin e një brezi që i takon të ardhurën e së vendit. Zonja Katyusha Gega. Vlerësimin që më bën si mësuese e shkollës së mesme e gjimnazit Asim Xheleli. T'ju premtoj që ky vit që më ka ngelur, sepse është viti i fundit, do të përpiqem që t'ju lë stafetën nga të rinjve, sepse atyre ju takon e ardhmja në kontributin e edukimit dhe mësimdhënien e brezit të ri. Mësuese Figali Rogo. Faleminderit për vlerësimin që më bët dhe dua përpiqje t'rregoj për këtë që jam e vlerësuar. Në një mënyrë krejt të veçantë ka ardhurimi për gjithë mësuesit këtë 7 mars nga Drejtoria Arsimore nëpërmjet një videoje motivuese për collit e këta, cili është realisht kontributi i tyre në edukimin e fëmijëve dhe si duhet ta vlerësojnë ata, fëmijët, prindrit, shoqëria, kontributin që mësuesit japin në ndërtimin e së ardhmes. Lule dhe përqafime, koncerti ideuar në formën e një audicioni ngjiti mjaft fëmijë në skenë, me këngë, kërcime dhe numra të tjerë. Pjesë e tij u bë edhe drejtoresha e arsimit Lindita Rova, ku së bashku me një grup nxënësish këndoi një këngë për mësuesin.
gjithmonë surpriza na vin nga mësuesit, sepse që ti je një drejtues që shkolla apo drejtorie arsimore rajonale, patjetër ke kaluar nga mësimdhënia, pra i qenë mësues që kështu një vlerësim për drejtoreshën e drejtorisë arsimore qytetit Gjirokastës, jo vetëm që na mbështet her pas here në emisione Auditor Arsimi, por edhe për këtë surprizë duke kënduar së bashku me nxënësit e shkollave. Një vlerësim për mësuesit nga drejtuesit e drejtorisë arsimore qytetit Gjirokastrës, dhe tamam na erdhi në shtek të pyetjes që ne ngritëm që i motivojmë nxënësit, po a i motivojmë mësuesit, apo vetëm thjesht i lëmë të festojmë ditën e 7 marsit? Ata fillojmë pak nga mësuese Suzana, sa është ndjerë e motivuar gjatë gjithë viteve të mësimdhënies, apo unë ndjeve motivuar vetëm kur dole pension? Jo, s'është vërtet. Më tepër do të shtoje diçka për takim brezash, që është shumë emocionuese për mua kur në takimin ton ishë mësuesja kujdestare e maturës time, Luiza Papavangjeli. Ndjeva një emocion të veçantë. Ne kemi qenë matura e parë, 74-77, se pastaj u kthy në bujësore, shkolla jonë. Dhe ishte në drejtori i shkollës, 80 vjeçar sot, një Xhemali Biçoku, që i përshëndes. Përshëndesim dhe ne, se besoj se shumë breza nxënësish kanë edukuar që sot do kenë bërë emër qoftë edhe jashtë vendit apo jo. Edhe ky është një lloj motivimi. Ju folët për motivimin, domethënë lidhur me na motivojnë neve, domethënë përfaqësues më lart, domethënë. Unë nuk kam motivim më të bukur që të marrësh një tufë me lule nga fëmijët dhe një nga ato, Gjeni, si mund ndihesh në këto momente kur një vajzë vrapon dhe të jep ty një tufë me lule? O qarë dashurie, po prit. Po pse, kështu do ta marrëm? Po pse kështu do ta marrëm? Jo, do të çojmë në këmbë. Do të çojmë në këmbë dhe do të pos shumë forcë këto lule. Po ti lulja më e bukur. Shikon të mbaj një çik, unë do të të mbaj këtu ty. Do të mbaj këtu afër, duke i lënë fjalën zyshët që të flasit. Ti e lulja ime më e bukur, se si donë, jo vetëm këtu, buqeta është bashkë me ty. Ka motivim më të bukur në këto momente? Është e vërtet. Kjo është shumë e bukur dhe ju besoj që merrni emocione shumë të bukura ditën e 7 marsit, por dhe kur ju thoni që vlem për gjitha ato punë që bëni, ne kemi nevojë për një çik për këtë lloj motivimi apo jo? Megjithatë, ne bëjmë punën tonë, bëjmë detyrën tonë, dhe më pas ne marrim dashurinë e fëmijëve. Kjo është kryesorja. Zonja Suzan, dhe që pa tjetër, kam bërë vetëm një pyetje, nuk ndërhy më unë, do flisni vetëm juve, bëra për juve. Unë mendoj se mësuesit ngelen si fëmijët. Kanë edhe ata të kënaqësinë që të vlerësojnë dhe që të bëhen. Një nga unë jam mësues tani mbas një periudhe që isha drejtoresh dhe e përjetova shumë mirë momentin kur drejtori më thiri sot me fëmijët për të na vlerësuar, por jo vetëm jashtë. Kosovarët përdorin një shprehje, tha nuk kam tekst, me thëna që ishte mrekulluar, dhe unë ndiva me të vërtet si fëmi, dhe dyta tha nuk e di, a do kem koha, do kem jetu, tha fëmive, që tu ashtë përblej këtë emocion që më kini dhënë sot. Se a ishte dhe mësus letërsie dhe ka shumë, sinqerisht, unë jam gëmtuar më tepër se ata. Sepse ne ngelemi brënda vetes, pra ka shumë vlera jo që ta t'ju që ngeli a vlerësojni dhe a duhen thënë gabimet, apo duhen thënë a kishte koncerti probleme. Pa tjetër që ka pasur, se ne si jemi të arteve. Por ai diti ti mbulon të gjitha dhe ti jepte vetëm këtë emocion fëmijëve. Ai ka parë për kushtimin tuaj që ta dinë të gjithë se çfarë bën zysh gjeta. Para emisionit, pas emisionit, çfarë bën në mësim, si komunikon, si motivon, si fotografon, si filmon. Apo jo, kam të drejtë? Dhe në një moment unë i thash, diku pati një stonim, për fëmijët nuk ka asnjëherë gabim. Me thënë ishte shumë. Për fëmijët nuk ka asnjëherë gabim. Shumë e bukur, asnjëherë nuk ka gabim. Po zonja Suzane dhe me radhë. Po. Ja shikon çfarë edukate kanë të vjetrit, do të marri fjalën dhe thot urdhroa. Faleminderit se nganjëherë dhe me sjellje i japi modelet më të mira në studio. Për motivimin e mësuesve, derisa të flisja pak. Në shkollën tonë u bë një votim i fshehtë i të gjithë nxënësve të shkollës për të zgjedhur mësuesin e vitit. Mësuesin më të mirë sipas tyre, kuptohet. U zgjodh, qeveria e nxënësve zgjori konkluzionet
Dhe ditën e 7 marsit të festës, ne kishim përgatitur një certifikat për mësuesen që fitoi, dhe mësuesja nuk e dinte. Dolu me mikrofon, ja lexuam emrin dhe mësuesja vërtet ndjeu një emocion shumë të madh. Kështu që për mendimin tim dhe ky lloj është motivim. Është e vërtet, unë në fakt falenderoj një pjesë edhe të drejtorëve të mësuesve që kam komunikim, prandaj gjithmonë i referohem Zysh Lizës, sepse Luizës, se gjithmonë atë komunikimin na bëjmë në një lapsus në transmetim drejt për drejta, sepse çdo punë që bëjnë mësuesit e shkollës Kongresi Manastirit nuk rresh asnjëherë për thënë. Ne kemi bërë dhe këtë, duam ta motivojmë në këtë se Zyshi Gjeta na ngacmon dhe na motivon nëpërmjet rrjeteve sociale. Zysh Luiza është më ndryshe, thotë gjithmonë këtë projekt shkolla ime, këtë kanë bërë mësuesit e mi. Me rrjetet sociale të tërë punojmë në fakt, dhe është një metodë shumë e mirë për të promovuar. E vërtet. Nëse duhet promovohet, me telefon më të ju shpejt. me telefon. Ne rrjetet sociale i përdorim në fakt dhe ne në shkollë, kemi një faqe zyrtare Facebooku të shkollës, ku çdo aktivitet e pasqyrojmë. Domethënë është promovim në kohë reale i çdo gjëje që ndodh në shkollë dhe prindrit janë të mrekulluar. Më vjen mirë sepse ne një nga pikat e rëndësishme që do trajtojmë është pikërisht niveli i komunikimit midis prindërve dhe shkollës, por kjo i takon një temë tjetër, sot duam ta bëjmë fest, duam t'ju motivojmë. Thjesht nëpërmjet jush duhet i themi faleminderit dhe gëzuar të gjithë mësuesve të gjithë Shqipërisë, se vërtet janë heronj. Në fakt unë doja të thosha edhe diçka tjetër që përpos këtyre fakteve që po dhe ne kemi një faqe për shkollën, ne komunikojmë në kohë reale dhe me prindrit, padyshim, por që në fakt ne nuk zhvillojmë gjithmonë pyetësor për të parë se si shkon procesi mësimdhënies në shkollën tonë, pyetësor me nxënësit, por këtë pjesën e anketimeve për të nxjerrë mësuesin e vitit nuk e kemi bërë, për të qenë të sinqert. Por si ngacmojnë shkolla me njëra tjetrën? Ne prandaj ne nuk i vëmë përballë në auditor që të debatojnë, por ne i vëmë që nganjëherë ngacmohemi nga njëri tjetri. Në fakt unë kam një filozofi tjetër, sepse duke qenë një staf shumë i madh, ne i motivojmë mësuesit her pas here dhe në çdo takim që kemi me ta. I motivojmë me një fjalë të mirë, me një buzëqeshje, me një mbështetje kur ata kanë nevojë për mbështetjen tonë, por nëse do të fillojmë me emrat përveç mendoj se do të kemi një konfrontim shumë të madh Kur votimi vjen nga nxënësit, nxënësi është padyshim, shumë e mirë është dhe ajo, por ne për këtë gjë, për të parë cilësinë e mësimdhënies her pas here krijojmë, bëjmë pyetësor në shkollë. Ne kemi sjell këtu aktivitetet, zërit e mësuesve nga qyteti i Gjirokastrës, qyteti Korçës, në Tiranë urimin e ministres, por do na thonë pastaj që ja dhe ne, gjithmonë nuk e di pse na shkon krau nga ygorët. Jo, edhe në Lezhë është festuar, dhe është festuar shumë bukur 7 marsi, që kështu ndjekim kronikën dhe kthehemi në studio. Drejtoria Rajonale Arsimore Qarkut Lezhë me rastin e 7 marsit, ditës së mësuesit, organizoi në sallën e Pallatit të Kulturës Det Nuh Lazri një takim festiv ku ishin të ftuar mësues, prindër e nxënës nga gjitha shkollat e rrethit. 7 marsit tuaja janë piketa të rëndësishme për të parë në sy ngjitjet dhe problemet që na shoqërojnë çdo ditë. Pasi shkolla është pasqyra ku çdo çast shohim dhe projektojmë të ardhmen e dheu tonë, por ne jemi pjesë e këtij komuniteti ku jetojmë, mbartim mbi shpinë të mirë dhe hallet e shumta, por ushqem me shpresë, me besim, se ky vend mund të bëhet më i mirë, më i begat për brezat që po vinë. Më pas, shumë mësues e mësuese të Lezhës u vlerësuan për punën e palodhur e kontributin që japin në edukimin e formimin arsimor të nxënësve. Takimi festiv i mësuesve në këtë 7 mars u shoqërua me një koncert të përgatitur nga drejtoritë e shkollave në bashkëpunim me Pallatin e Kulturës Det Nuh Lazri dhe Qendrën Kulturore të Fëmijëve Gjergj Lacaj. Ja pra jemi kthyer në studio, ne pyetëm dhe thamë sa motivohen mësuesit. Po edhe këto aktivitete ku mësuesit performojnë së bashku me nxënësit, performojnë në skenë her pas here, më duket edhe ju sikur kanë ndonjëherë për të kënduar, domethënë me grup apo jo? Sot pikërisht jam recituar me ta. Po,
Edhe ky një lloj motivimi është për treguar që mësuesit nuk i kemi vetëm një dimensional, vetëm për dhënore mësimit, i kemi shumë dimensional. Po, përpara se të kaloj tek nxënësit e shkollës Musine Kokallari, çupa që kam këtu, do të them çupa se do ma thot vetë emrin, më tha, po unë nuk erdha e përgatitur vetëm në tufën me lule. Tufa me lule ka gjithmonë një pusu, apo jo, do të ma thuash ti tekstin e dedikimit të këtyre luleve, apo jo? Atëherë, unë jam Gjeni. Po, Gjeni? Dhe vi nga shkolla Kongresi Manastiri. Nga shkolla që unë e dua shumë, po? Po, dhe desha të thoja gëzuar 8 Marsin, pasi e nën vetë, dhe... Edhe 7 Marsin, dhe unë jam mësuar. Zysh? Po. 8 Marsin dhe gjithashtu, fëmijët e tu që i ke në dorë të këtyre mësuesve. I kam në dorë të mësuesve dhe pedagogëve më të mirë, që vërtet edukojnë brezat të shkëlqyer të nxënësve tanë. Gjithë të brumë të mirë, pastaj ata që dalin në punë, ata gjatë që na marrin punë, duhem të dinë që ta orientojnë mirë këtë brumë, se pastaj duke mos orientuar mirë, themi sa defekte ka shkolla jonë, ti the një gjë shumë të bukur që fëmijët e gjithë kujt janë në duart të këtyre mësuesve kaq të mrekullueshëm. Një duar trokitje për të gjithë mësuesit. Pra, shumë faleminderit, Musulove. Ke dëshirë të shtu me mua prap? Do të shkosh aty? Mirë, më vjen mirë. Shko zëre vendin aty, ndërkohë tani që do të vinë nxënësit e shkollës Musine pa e po. Lira do të bëj një kërkesë sepse një prind, mamaja një vajze, ka bërë çepjen e 16 kostumeve kundrejt vetëm copës. Afrodita Alikolari. Po, sepse e meriton. Dhe kemi prindër të tillë, po, do me thënë një urim shumë të madh nga zëmra. Për prindrit e tu, apo jo, të cilët kanë mbështetur mamaja në veçanti, ka realizuar 16 kostume të nxënësve, po maras një detyrim. Pra, çfarë dashurie që japin prindrit e tu për shkollën, apo jo? Kaq shumë të duan, merri pak mikrofonin, ai si pak mikrofonin, se po. Kaq shumë të do mamit e babit ty, mamit? Po. Ja kërkove ti, apo si e mori këtë nisëm... Jo, thjesht... Afrodita ka emrin vajza? Po, Afrodita. Afrodita, sa emër të bukur që ke? Afrodita. Do më thënë, kur ditën e kemi afër, e kupton sa gjë e bukur, ka një poezi të Migjenes, vetëm për emrin Afrodita ka bërë një poezi shumë të bukur. Po. Unë i thash mamas time që kemi nevojë për të bërë disa kostume dhe ajo pranoi. Edhe kostumet u bën pas një lloj detyrimi. Gjithmonë ne themi që emisionet apo aktivitetet mbahen me sponsorizimet filan persone apo të filan kompanie. Jo, ne kemi kënaqësi të themi se sa të mirë kemi dhe prindrit, sepse pa një bashkëpunim të mirë të prindërve me mësuesit dhe me drejtuesit e shkollave, asnjëherë nuk do të kemi një produkt shumë të mirë. Edhe një duar të tjetër. Do na shaj regjia, se thonë bëjmë shumë zhurmë mikrofon me Eduard Trokitje, por në këtë ditë feste dhe me kaq shumë gjëra, do bëjmë pak zhurmë edhe në studio, apo jo? Unë të falenderoj, do të vini... Gëzuar 8 Marsin, patjetër. Po, do të vi grupi juaj për të performuar diçka që keni menduar? E para, Kristiana ka një prezant. Po, Kristiana, po. Për të gjithë mësuesit. Po, Kristiana. Për ty, kur të bardh nuk do të reflet. Për ty do të bëhem i madhi poet. Për ty do të shpik shkrimi në qell. Mësues, më i madhi diell. Shumë e bukur. Po, tani jo, kaq duam ne tani nga një fragment të shkurtër dhe... Atë doni të këndoni një këngë. Po, një këngë, ne duam një fragment të shkurtër, apo jo, të improvizuar, kujt ja keni dedikuar, se më thanë që ka një dedikim... Më pëlqen, që kur jep mësuesja komandën dhe në klasë, mblidhet grupi, diskuton, dhe tamam e kemi si një klasë auditorin. Jeni gati, apo t'u ja fjalën... Gati, këtu. Po, hajde një këtu afër? Po, afroni pak më këtu, po. Doja të falenderoja gjithë mësuesit e shkollës tonë. Dua ta theksoj mësuesit e shkollës Musine Kokallari. Një falënderim veçantë për drejtorin e shkollës tonë, por edhe për mësuese Shigjetën, që falë saj kemi organizuar gjitha të themi koncert që ishte më super, nuk e di, asnjëherë nuk mund ta mendoja që do dilte aq bukur. Dhe
për gjithë mësuesit që po na shohin të vendit tonë, dua që këtë këngë të jetë dedikim kundrejt tyre. Po, ne do ta dëgjojmë sepse me një mikrofon ne pak kemi mundësi të marrim pak emocione që kështu një fragment të këngës apo jo. Gati? Një sekret që ma ka zemra, ma tratoj ma nxori kënga pse, ka shfor këtë mëngjes po troket. Më ngacmon qindra mendime, sot për fest mësueses time qfar dhurate ti dhurojnë. O krijes qellore dashuri, prallore zëri yt, i ëmbël melodi më dhuron. O mësuese dashur shpirti yt, i pasur në çdo thinj, një brezi të rjeton. Sot kësi. Bravo, shumë bukur. Vrasi mendjen ne gazetarët nga njerë që të gjejmë fjalët e duhura, si t'i vlerësojmë mësuesit, po sado që të vrasi mendjen ne dhe t'u referohemi të tjerëve, ka fjalë më të bukura që dalin nga zëmra juaj për t'i uruar mësuesit, ju kështu unë ju falenderoj nga zëmra. Ishte më e bukur se koncert, kjo që po tani. Po, sepse i doli nga zëmra, u doli nga shpirti, që kështu unë ju falenderoj. Mund të uleni sërish në salë, se këtë ne kemi kthyer si në një studio emocionesh vërtet shumë të bukura në këtë 7 mars. Pak si të këtej nga e djata. Se në harrove thonë Jo, nuk ju harroj, nuk ju harroj, po. Këtu, kanë sjellur. Ne kemi këtu vendin e prezantimit të posterave, po. Nga klasa e vajzës. Po. Tani njëri këtej, tjetri këtej. Po. Shpejt, mere posterin andej të festojmë së bashku 7-8 marsin. Shumë bukur, po? Në posterin e parë është vizatuar një buqet me lule, cila nuk është e thjeshtë, po ngjyrat e saj tregojnë dashurin që kemi për mësuesit. Në fotografi janë vënë dhe disa festime të 7-8 marsit në për vite. Po ashtu dhe poezia është shkruar për mësuesit tonë që na japin mësimin. Shumë e bukur, po tek posteri tjetër? është vetëm klasë e 5, të? Kjo është vetëm klasë e 5 që e ka realizuar. Është e 5 A? Mund ta tregosh tani dhe posterin tjetër, se këtë e mbajmë këtej nga krahu. E mbajmë kështu, po? Ndërsa tek drejt e kemi? Po, drejt. Më pëlqen në fakt mesazhi. Po. Tek posteri tjetër kemi disa informacione për 7-8 marsin në për vite dhe mesazhi i cili është 2 dritat tona janë mësuesja dhe prindëri. Së pari keni bërë aty dita ndërkombëtare e gruas, dita e mësuesit dhe mesazhi shumë i bukur. Të jetojmë për ata që na dhanë jetë. Shumë e bukur, një Eduard Okiti. Klasë 5, mos harroni që janë bërë klasë 5. Unë vërtet duhet ju falenderoj, sepse ne themi nga një herë që ne jemi një popull të cilë mirënjohje nuk e kemi shumë në gen. Shkrimtari ynë i madh Ismail Kadare ka thënë që mirënjohja nuk është diçka që lind vetvetiu, ndaj mirënjohja edukohet dhe që nga ky mesazh, mënyra se si punohet me këta nxënës, do të thotë që përveç se përgatiten qytetarët e nesër, përgatiten ata të cilët do të marrin drejtime të ndryshme në jetë, por mësohen edhe njerëz të cilët të dinë të jenë mirënjohës, sepse këtë tregon kjo, të jetojmë për ata që na dhanë jetën. Pra nuk i shikojmë prindrit dhe mësuesit thjesht që bëjnë detyrën, por që bëjnë diçka përtej detyrës, apo jo? Shumë të mirë, sa më pëlqen ajo që leshja jote. Shumë bukur. Unë e di që mësuese Liza, kështu dua t'i them, mësuese Liza, nuk ndihet mirë sepse në kanal me gjithë kostume popullore dhe ne deshëm po i kemi studion pak të vogël se sa shumë e kemi mbushur me mësues. Megjithatë, sa të flasin që të bëjnë në një urim për kostumet e bukura që keni, mund të vini t'jeni këtu si dekor, nuk e di pse më pëlqen kostumet popullore. Sidomos kostumet e kërcimit do të rini mbrapa me, që unë t'ju shoh se sa të bukur dhe të shikojnë të gjithë se çfarë vlerash, traditash kemi ne. Duhet thënë diçka që në festivalin e Dijonit të vitit 1970, ansambli këngëve dhe valleve jo vetëm u vlerësua me Gjerdanin e Arit
për interpretimet jashtëzakonshme, por një nga pikat për cilat u vlerësua nga juria ndërkombëtare dhe mori atë Gjerdan të Artë ishte edhe për kostumet e mrekullueshme shqiptare. Prandaj unë kam kënaqësi, megjithëse janë të trevës vetëm të një treve, por shiko se sa kostume dhe çfarë tradite kemi ne në artë edhe sidomos në kostumografi. Dhe më vjen mirë që këto janë pjesë e shkollës Kongresi Manastirit. Ne do donim sot që ta kishit shijuar këtë valle të Tiranës, sepse ka 3 etapat. Është tradicionalja hymja e valles të Tiranës, faja që kanë Xheni me Kurtianin, që kërcejnë e interpretojnë shumë bukur, pastaj është Karagjyli nga Xheni dhe nga Klodi, pastaj është Naploni që është tradicionale dhe kërcejnë tërvëndit. Më vjen shumë keq sot për mungesë të muzikës, megjithatë do dua një fragment të vogël. Ne do ta lëm pak në fund, sepse kemi edhe disa minuta që t'u lëm nga një mesazh mësuesve dhe drejtuesve që kemi në studio, t'u përcjellin nëpërmjet kësaj studio televizive një mesazh, jo vetëm staf pedagogjike, po të gjithë mësuesve të Shqipërisë, sepse këta që janë në këtë studio së bashku me ju keni fatin të përfaqësoni mësuesit e gjithë Shqipërisë. Ne do të kishim të gjithë të ftuar në studio, po studia jon kaq zë dhe duam ne të jemi zëri dhe urimi për të gjithë ata. Filloj nga në fakt unë do të shpresa. Them shpresë nga ngjyra jeshile. Do doja të falenderoja gjithë stafin e shkollës me cilën punoj. Shpeshherë u them që pa ju nuk jam asgjë, sepse ata më mbështesin në ditët më të mira të mia apo dhe në ditët më të trishtuara të mia. Dhe doja të vërtet të thosha publikisht që vërtet i dua shumë. I dua shumë. Ne nuk bëm një prezantim të zyshes që foli pak më përpara, është zysha e muzikës, Engjëllushe Musa, që së bashku me mësuese Margarita Deçollin dhe ajo është mësuese e muzikës në shkollën tonë, bëjnë një punë të palodhur për të evidentuar talentet e shkollës sonë dhe për t'i kultivuar ato më pas për të bërë artistë të mëdhenj në botën e artit. Meqense konsultojmë her pas here me Zysh Luizën, ma nxori dhe një temë që ne duam trajtojmë në këtë studio, pikërisht për rolin dhe funksionin e mësuesve të muzikës. Dhe kur t'ju kemi të ftuar në studio për të trajtuar, sepse ne kemi filmuar në disa qytete të Shqipërisë, orën e muzikës, instrumentat që kanë në dispozicion, po i nxjerrim pak sekretet e emisionit, do t'ju ftojmë të ftuar në studio që kështu atë pjesë që ne nuk e bëm dot sot, sepse ka që kemi minutazhin, meqense i lam një hapësirë dhe Universitetit Gjirokastrës, do ta bëjmë atëherë në studio. S'ka gjë që neve na kalon pa egze, patjetër. E kemi thënë publikisht. Dhe diçka tjetër doja të shtoja që ndoshta vitet e tranzicionit kanë bërë që figura e mësuesit të bjeri pak mos ketë atë prestigjin e dikushëm, por vërtet duhet ka ardhur momenti, ka ardhur koha që figura e tij të zërë vendin e duhur, figura e mësuesit të zërë vendin që i takon. Kurse sepse ju keni një rol shumë të rëndësishëm për fajsoni mësuesit e fillores, që është vërtet një përgjegjësi shumë e lartë. Do i drejtohesha të gjithë mësuesve të Shqipërisë. Motivimi juaj i vetëm janë fëmijët. Falni atyre mirësi dhe merrni nga ata dashuri. Shumë faleminderit. Mësuese Suzana, qa do t'i thoni brezave që keni lënë pas jush në auditoret e shkollës? Po, djalin e kam mësues. Të bëja një si po dhe unë këtë doja të bëja një sqarim. Jemi katër mësues në familje dhe çfarë kënaqësie kur ka kaq shumë mësues në familje, po. Mendoj që do t'ja jap këtë mesazh gjithë mësuesve të Shqipërisë të futen sa më tepër në botën e fëmijëve. Dhe sidomos ata fëmijë që kanë probleme të moshës, probleme ndoshta familjare, ndarjet e prindërve, ti kuptojnë ato, sepse të tilla emocionet shishin gabime fatale fëmijët. Edhe asnjëherë mos mërziten dhe për një fëmijë që mund të jetë problem, edhe ai është shumë i mirë. E vërtet, ata kanë në dorë që të nxjerrin më të mirën, si të më shohësh, ashtu do të sille, më pe mirë do të nxjerr më të mirën e mundshme. Atëherë edhe nga një fjali zyshi gjeta me radhë, të japim profesorit pastaj në fund se jemi minutat e fundit. Mësuesi, fëmija Angelit gjithmonë fëmijë, mësues dje imposhtë një stuhi. Vetëm kaq të ja thosha dhe të falenderoja dhe mësuesen e muzikës Luiza Lutaj, sepse nuk është sot këtu erdha unë. Do ta marrim në orën kur kemi emisionin. Edhe mësuesit. Ne prandaj zgjidhojmë bashkëpunimet. Atëherë për të gjithë mësuesit, kudo që janë, suksese të mëtejshme në punën e tyre fisnike, sepse është vërtet
puna më fisnike që mund të ketë dikush, dhe të japin më të mirën e tyre. Në qoftë se jep më të mirën, kuptohet që do të marrësh 2 fish, 3 fish, 100 fish më të mirën nga nxënësi. Profesor. Kolegëve të mi të shkollës Bashkim Berisha dhe shkollës mesme Sadinori, me gjithë zemër i uroj suksese, të jenë të duruar, të duan nxënësin edhe kjo është sekreti i punës tyre. Uroj suksese. Unë ju uroj të gjithëve, gëzuar ju uroj suksese, ju uroj të gjithë mësuesit e Shqipërisë. Jeni vërtet herojnë, atë që ka thënë i madhi shkrimtari i madh Ismail Kadare. Të urtat gjerë të urtat thjeshtat gjerë në madhështi, të urtat gjerë në dhimbje, të thjeshtat gjerë në madhështi. Tani emocione dhe ne se jemi transmetime të drejtë për drejta, se ndërkohë po mendoja diçka tjetër. Unë me thënë të drejtën jam shumë e lumtur që më kanë ardhur këto lule sot zura, dhe jam pak shu nuk paralëshoj lule nga dora se i dua shumë fort, por për të gjitha mësueset, në emër të gjithë juve që jeni duke na ndjekur, do të jap nga një përqafim duke uruar gëzuar festat e 7 marsit, po gëzuar çdo ditë sepse ju meritoni çdo ditë e juaja është fest për përpjekjet tuaja të vazhdueshme që jepni në auditoret, qoftë në ato të arsimit para universitar, qoftë në ato të arsimit universitar. Ishte një ditë vërtet e bukur dhe veçantë sot dhe në duartrokitjen e këtyre fëmijëve të mrekullueshëm ju uroj një javë të këndshme dhe minuta kofshim të hënërashme. Tani kur s'kan mbaruar akoma, dëshiroj t'ua jap, do ta filloj pak nga zysh si zaj një të puthur duke të uruar gëzuar edhe gjithë gjithë mirat. Gëzuar shumë, faleminderit. Ishe vërtet, ishe shumë kënaqësi që ju kisha të ftuar në studio, sepse vërtet e meritoni. Profesor, ishe shumë kënaqësi për gjithë kontributin që keni dhënë duke edukuar breza. Faleminderit që na keni ndjekur edhe minuta kofshim të hënërashme me këta. Me më të bukurit fare që ju dua shumë fort.